9 nëntor, të mrekullohesh në fund të historisë. Kurse juve që shtrëngoheni, të preheni bashkë me ne, kur Zoti Jezu Krisht të zbulohet nga qielli me engjëjt e fuqisë së Tij në flak zjarri, për t'u hakmarrë kundër atyre që nuk njohin Perëndin, dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht. Ata do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e forcës së Tij, kur ai të vijë atë ditë të marrë lavdinë ndër shenjtorët e vet dhe të admirohet ndër të gjithë ata që besojnë. E 2 Thessalonikasve 1:7-10. Kur Jezusi të kthehet në tokë, dhe ai e ka premtuar se do ta bëjë, ata që nuk e kanë besuar ungjillin, pali thotë se do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e forcës së Tij. Kjo është një tablo e tmerrshme që duhet i tmerrojë të gjithë jo besimtarët që e dëgjojnë këtë të vërtetë. Sa shumë duhet të na kthjellojë kjo e vërtetë ne që besojmë, dhe të na mbush me seriozitet për çfarë rrezikohet, ndërkohë që jemi në këtë botë. Sa shumë dëmshuri duhet të nxisë në zemrat tona për ata që nuk besojnë, apo që madje as nuk e dinë ungjillin. Por për të na mbështetur në gjithë mundimin ton, pali na jep këto 2 fjalë të mahnitshme inkurajimi dhe shprese. Kurse juve që shtrëngoheni, Perëndia do t'ju jap të preheni bashkë me ne. Nëse përjetojmë një përkeqësim të tmerrshëm të mundimit afër fundit të historisë, fjala e Perëndisë është: mbahu fort, lehtësimi është rrugës. Mundimet e tua nuk do të thonë fjalën e fundit. Armiqtë e tu, në dukje të fuqishëm, do të pendohen për ditën që fundor mbi popullin e Zotit. Por pastaj vjen fjala më e mirë e inkurajimit dhe e shpresës. Jo vetëm që do të marrim lehtësim kur të vijë Zoti, por do të kemi përjetimin më të madh për të cilin u krijuam. Ne do të shohim lavdinë e Tij dhe do të mrekullohemi me të, në atë mënyrë që ai do të përlëvdohet në ne dhe gjithë bota do ta shohë këtë. Vargu 10 thotë: kur ai të vijë atë ditë, të marrë lavdinë ndër shenjtorët e vet dhe të admirohet ndër të gjithë ata që besojnë. Ne u krijuam për të mrekulluar. Asgjë dhe askush nuk është më i mrekullueshëm se sa Jezu Krishti, mbreti i lavdisë që u kryqëzua, u ringjall dhe po kthehet sërish. Ai do të arrijë synimin e lavdisë së Tij dhe ne do të arrijmë synimin e gëzimit ton kur të nisim të mrekullohemi përsosmërisht, pa mëkat dhe pafundësisht me mrekullinë më të madhe.